Ashtu siç ishte paralajmëruar, ligji për arsimin e lartë është miratuar në qeveri. Zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se ligji është miratuar në versionin final, duke përfshirë të gjitha sugjerimet e universiteteve shqiptare, ndërsa theksoi se asnjë i punësuar nuk do të largohet nga puna. Ky ligj, sipas Salit, ka qenë shumë i nevojshëm për të miratuar për arsye se, siç tha, nga viti 2018, sistemi arsimor ka hasur në disa vështirësi në funksionim dhe nuk ka reflektuar për nevojët reale të qytetarëve për arsim të lartë cilësor. Kemi arritur suksesin që të kemi në ligj të rafinuar mirë dhe e cila do të përgjigjet gjitha nevojave të arsimit të lartë në periudhën e ardhshme. Aty nuk kupton marrëveshjen ose një pikë e rëndësishme e cila ka qenë si shqetësim të punonjësit akademik, heqja e H-indeksit, e cila do të ishte në të kaluarën si kriter bazë për zgjedhjet akademike apo avansimet akademike. Tani nuk do të jetë ajo, po do të jetë e drejtë e universiteteve brenda për rastet të caktuara kur ka 2 ose më tepër kandidat, H-faktori të jetë një nga faktorët vendimmarrës. Ndërkaq, kështu nuk mendon opozita. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Albana Pasholli ka kritikuar koalicionin Vlen, duke thënë se ata i ka kapur euforia e rrjeteve sociale, ndërsa tha se këtë ligj nuk do ta mbështesin. Mendoj që është një eufori të cilën ato po e bëjnë jehon në rrjetet sociale. Mendoj që arritja për ta mënjanuar H-indeksin është vetëm një, le të themi, një shkas për të tërhequr vëmendja nga probleme serioze të këtij propozim ligji, që kanë kryesisht të bëjnë si me autonominë financiare, gjithashtu edhe me centralizimin e vendimmarrjes. Kujtojmë se projekt ligji për arsimin e lartë, i cili pritet të zëvendësojë ligjin aktual, është prezantuar më 6 shkurt të këtij viti, ndërkohë disa nga arsitë e propozuara shkaktuan reagime në komunitetin akademik dhe nga partitë opozitare, të cilat kërkuan tërheqjen e tij. Edhe sindikata e pavarur akademike kërkon tërheqjen e ligjit. Sipas tyre, Ministria e Arsimit nuk i ka pranuar shumicën e vërejtjeve që kanë pas ata.